Një prej grupeve të goditura në aksionin e fundit të SPAK është ai i drejtuar nga Elvis Doçi, i njohur si Visi i Pojës. Mësohet se ky i fundit i ka shpëtuar arrestimit, megjithëse SPAK bëri të ditur se nga 52 masa arresti janë ekzekutuar 40 prej tyre. Gjatë aksionit këtij grupi janë sekuestruar edhe 3 milionë euro. I pyetur nëse ka patur dekonspirim të aksionit që ka çuar në largimin e Visit të Pojës, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda tha se efektivët ishin përfshirë vetëm dje në aksion. Policia e shtetit është përfshirë vetëm dje në fazën e ekzekutimit të vendimeve penale dhe nuk ka patur mbikëqyrje të fshehtë fizike apo në vëzhgim asnjë personazh të këtij grupi kriminal. Sa i përket dekonspirimit, për mua nuk ka patur asnjë problem, tha Proda. Ndërkohë kreu i SPAK Altin Dumani tha se nga pushteti financiar që grupi kishte, e klasifikon atë si një ndër grupet më të rrezikshme kriminale. Vlerësimi që i bëjmë ne si institucion, që është një ndër grupet më të rrezikshme, niset nga shumë indikator. Grupi ynë i jetimit, por edhe kolegët italian, të gjithë bashkë konkludojmë që është një nga grupet më të rrezikshme, qoftë nga pushteti financiar që ata kanë, të ardhurat që sigurojnë nga aktiviteti kriminal, aftësia për të trafikuar kokainë nga vendet e Amerikës Latine dhe për ta shpërndarë në Europë, kryesisht në Itali, tha Dumani. Sipas tij, ajo që pohoi është që qendra e grupit është Durrësi. Sa u takon emrave, ne nuk përmendim edhe në këtë rast generalitetet të personave që është lëshuar mas sigurimi, qoftë ata për cilët masa është ekzekutuar, apo edhe ata për cilët masa nuk është ekzekutuar ende.